Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga ato recetat 5 minutëshe, janë të përshtatshme për çdo kënd nga ne që kthehet në shtëpi dhe nuk ka asgjë gati dhe në të njëjtën kohë dëshiron që të konsumojë diçka të shijshme dhe të shpejt. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Kjo është një nga recetat më të thjeshta dhe në shije nuk dështon asnjëherë, për këtë të jeni sigurt. Na nevojitet 5 deri në 6 speca, varet se sa të mëdha janë. Specat e jeshile kishin dalë të rejat në treg dhe janë vërtet shumë të shijshme. Të kuqet janë akoma ato të vjetrat, duken besoj edhe me sy. Këto jeshilet kishin dhe ata aromën e freskët të specave, ndonë se nuk I kemi nga kopshti, por I dallojnë mjaft mirë specat që janë të reja. I heqim farat, bishtin dhe I ndajmë në copa sipas dëshirës, mund t'i prisni me holl, mund t'i prisni në copa të mëdha, nëse doni që të kurseni kohë, pra sipas dëshirës. I presim në copa. Nëse I keni specat e kopshtit, jeni vërtet me fat, pasi janë vërtet shumë të shijshme. Kanë tjetër shije specat nga kopshti dhe tjetër shije ato të marrë në treg, por gjithsesi ngushëllohemi me këto që kishin dalë të reja dhe mua vërtet më pëlqyen, ndërsa këto të kuqe dukshin që nuk ishin shumë të freskëta, por megjithatë unë I përfshiva në recet, pasi djali im I preferon shumë specat e kuqe. I ndajmë dhe ato në copa, I kemi mbaruar të gjitha dhe në një tigan do shtojmë vaj ulliri dhe specat do t'i lëmë që të skuqen. Ndërkohë që specat skuqen, në një enë do shtojmë një vezë, 250 gram kos, do shtojmë edhe hudhër, 1 deri në 2 thelpi, varet se sa e preferoni ju aromën e hudhrës, krip sigurisht 1 lugë çaji, edhe 1 lugë miell, mos e harroni pasi unë në video nuk kam arritur që ta regjistroj, pra duhet edhe 1 lugë gjelle rrafshët me miell. Mos e harroni këtë, pasi e ndihmon që të bëhet një masë kremoze dhe kosi të mos lëshoj atë hirën, atë ujin që lëshon pasi vendoset në temperaturë të lartë. Dhe pasi kemi vendosur këto që përmenda, I përziejmë shumë mirë. Specat janë gati. Kjo aroma që lëshojnë kur skuqen nuk ka nevojë fare për koment, e imagjinoni vetë. I përziejmë dhe masën që përgatitëm e shtojmë në tigan. Unë kam shtuar edhe djath të shkrirë, kjo është sipas dëshirës, I jep akoma më shumë shije dhe më besoni që do ju duhen vetëm pak sekonda pasi masa do të trashet direkt. Në momentin që masa trashet, e keni gati për ta konsumuar dhe vërtet ju duhen vetëm pak sekonda, pra sa të bëhet një masë e njëtrajtshme dhe të lidhen shijet. Shikoni pak sa e mirë që është bërë. Ju duhet të siguroni vetëm bukë pranë vetes, nëse është e thekur akoma më mirë, dhe ju mbetet ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqen, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.